Ky sezon po rezultoni mbar për prodhuesit e glikos në qytetin e Përmetit. Prodhimi i bollshëm i frutave, si qershi, kajsi, arr dhe varietetet të tjera karakteristike të zonës, ka siguruar lëndën e parë për përgatitjen e një prej produkteve më të njohura të traditës përmetare. Mes artizanëve që kanë ruajtur këtë traditë ndër vite është edhe Eftali Qirimi. Prej 4 dekadash ajo merret me përgatitjen e glikos sipas recetave tradicionale, duke kthyer këtë zanat në një aktivitet familjar që tërheq çdo vit interesin e vizitorëve dhe konsumatorëve. Ky sezon ishte sezoni i mbar, e fillua me petalet e trëndafilit, me ujin e trëndafilit, me lëngun e trëndafilit. Ujin e trëndafilit e bëjmë, domethënë ka një proces të gjatë që bëhet për llokumet e bajanta në muajin maj. Pastaj vazhdua me fikun e egër, që e mbledhim anës lumit ai lum aq i egër, po për ne prodhuesët aq i mirë dhe për gjitha misat përmetare. Pastaj vazhdua me qershin, glikon e bardhë për gliko, glikon e kuqe për qershin e kuqe për reçel. Vazhdua me mbretin e glikove që është gliko e arrës, është shumë e mundueshme për neve, por është shumë e kërkuar nga konsumatorët, domethënë edhe shumë e pëlqyeshme, shumë e se imagjinohet një arë që ka gjithë hidhërimin brenda, por aman gjatë trajtimit, domethënë dhe turistët kur vinë, grupat turistike kur vinë, edhe sidomos edhe shqiptarët edhe të jashtëmit, domethënë thonë si ka mundësi që se ka dhe shumë zona që nuk e njohin glikon, jo vetëm domethënë zona që e njohin dhe në Shqipëri. Thonë që si ka mundësi që kjo domethënë del një gliko kaq e pëlqyeshme. Përveç prodhimit të mirë të frutave, këtë sezon një tjetër lehtësi për punishten ka qenë edhe sigurimi i fuqisë punëtore. Sipas Eftali Qirimit, ndryshe nga vitet e kaluara, këtë herë ka arritur të gjejë punonjësit e nevojshëm për të përballuar ritmin e punës gjatë sezonit të verës, ku kërkesat për gliko rriten ndjeshëm. Këtu sigurohen punëtorët, domethënë deri në 15 deri në 20 punëtorë, se çdo gjë që prodhohet dhe që neve domethënë e kemi prodhuar në këtë punishte tradicionale bëhet në mënyrë artizanale, domethënë gratë janë të trajtuara, domethënë 20 deri në 25 vite dhe punojnë në mënyrë artizanale. Glikoja mbetet një nga produktet më të spikatura të kulinarisë tradicionale përmetare.